Gremisa Latifi, që na njofton me më të rejat nga e pamja për Haxhithaqin. Gremisa, lidhja është për juve. Përshëndetje për juve në studio, si që the dhe ti Enes, ne polemrohemi këtu nga palestra e Las Kodra, nga vendi ku aktualisht është duke u zhvilluar dita e tretë e të pamës së Haxhithaqit, babait të ish-presidentit Hashim Thaçi. Realisht këtu e pamja, domethënë, është duke u zhvilluar ku shumë njerëz pati shumë njerëz të cilët erdhen për të ngushëlluar familjen Thaçi, mirë po ajo se çfarë mund të themi është fakti që pak më parë edhe pse erdhi domethënë presidenti i Kosovës, ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pranë varrit të babait të tij, mund të themi që të gjithë familjarët janë këtu përjashtuar nënën e Hashim Thaçit së bashku me bashkëshorten, të cilat nuk janë domethënë pjesë e të pamës, pra nuk janë të ulur në rendin ku janë të ulur të gjithë familjarët e tjerë. Përveç tyre, deri para pak minutave këtu i pranishëm ishte edhe djali i Hashim Thaçit, Endrit Thaçi, mirë po pak më parë, më saktësisht para 5 minutave u largua nga palestra i Las Kodra. Siç mund ta shihni edhe në pamjet të cilat po i përcjellin përmes operatorit Henor Halili, ka njerëz të cilët vazhdimisht po vinë për ta nderuar, domethënë, dhe për t'i ngushëlluar familjarët e Haxhithaqit. Ajo se çfarë mund të themi është edhe fakti që pak më parë, pra paraditën e sotme, këtu të pranishëm ishin edhe veteranët e ushtrisë, domethënë veteranët e luftës, të cilët edhe e dekoruan, pra ishte Hysni Gucati, kryetari i OVLUÇK, i cili e ndeloi Haxhithaqin, krimtarin edhe jetën e tij e ndeloi me një dekoratë të cilën ja dhuroi djalit të presidentit, pra këtë dekoratë e pranoi djali i presidentit Hashim Thaçi. Realisht ne do të vazhdojmë të qëndrojmë këtu deri në fund të ditës për edhe të gjitha informacionet e tjera shikuesit e Klan Kosovës do të mund t'i përcjellin përmes edicioneve të tjera të lajmeve në Klan Kosova, por edhe në portalin klankosova.tv. Mirë, Gremisa, faleminderit shumë për këtë paraqitje të drejtpërdrejtë, ndërkohë që vijojmë me informacion